kjo gjë. Kam përshtypjen që zoti Bardhi po përgatitet. Po përgatitet? Po. Në mënyrë janë duke pritur, kam përshtypjen që janë duke pritur nëse do të ketë ndonjë reagim. Ai humbi thellë. Janë duke pritur nëse ka ndonjë reagim nga zoti Berisha, nëse jo, nuk është të di që në shtator kur të sigurohen të gjithë palët, se njerë do sigurojnë mandatin njerë. Keni parasysh, nuk bëjnë asgjë, por nuk sigurojnë mandatin. Po pse çfarë mund ndodh? Po sepse çdo gjë mund të ndodh, nuk e di çfarë mund të ndodh. Për shembull, do ta kalojnë me heshtje këta, deri do bëjnë analiza, gjëra deri në shtator. Në 10 shtator do të shohim se çfarë mund të ndodh. Mund të ndodh. Ka moralin nga Zmet Bardhi? Do ta gjej moralin se thotë, ky nuk po bën, unë nuk po poqa, alibi, ne jemi mjeshtra për alibit. Po dhe ai thoni ju që me të tjerë fjalëve me zotin Gjakmarakaj, me zonjën Tabaku, nuk ka projektuar ai, po disa po prapë ai është lideri që do t'i kundërvjen Berishës. Ai mund t'i frymëzojë, ndoshta nuk e di. Po them grupi, nuk po them tani njëri. Tani, zoti Berisha sipas jush, si është futur në histori zonja Açka? Shiko, zoti Berisha e djatha në përgjithësi e drejtuar prej tij. Ti japim hakun bëri reformat më dha shpresë të madhe. Sigurisht që nuk arriti të krijonte një të djathtë, të qëndrueshme. Fakti që jemi në këtë gjendje, do thotë që e djathta nuk ka qenë e qëndrueshme. A ka qenë për shkak se nuk ka pasur një ideologji të qartë, një ndarje të qartë me të majtën? Ndoshta ka qenë dhe kjo. Ne s'kemi pas një ndarje të qartë me të majtën. E mbushëm partinë me lloj edhe të majtësh, apo jo? Ndoshta ishte momenti, po nuk u qartësuam, nuk ka qenë qartë. Shikoni, edhe programin e vitit 2025 tani ka shumë nuanca të majta. Sigurisht që ne jemi në një stat shqiptarët janë në një moment që ka nevojë edhe për një lloj, po them, të shkosh në basement, për basement, duam. Por nuk është kjo e djatha. Djatha ka tjera. Megjithatë them se zoti Berisha në një përqindje të caktuar ka dhe notat forta të drejtimit bolshevik të partisë. Po, që vjen edhe nga shkolla. Pse duan? Nga shkolla. Pse duan njerëzit pse? Sepse është votuar. Shiko, është votuar, po sigurisht është votuar. Njerëzit e duan sepse mbase në mesin e këtij leadershipi që ka Partia Demokratike, ti themi gjërat ka më shumë karizëm. Është më i zoti, ai gjithmonë do të fitojë më shumë, mes tyre do të fitojë më shumë. Por çështja është ti vet deri ku shkon vet. Them se zoti Berisha ka një moment që duhet detyrimisht të reflektoj personalisht dhe ta drejtoj mbase vet këtë proces. Të mos gjej më një kukull tjetër, një manekin tjetër. Të mos gjej më një kukull tjetër. Ta let lirë. Jo, të jetë plotësisht proces demokratik. Pra, ata që mëtojnë të drejtojnë Partinë Demokratike, të mos jenë ca plastelina që ai ja ndryshon format si të doj, po t'jenë njerëz me botëkuptim, t'jenë njerëz me kulturë të madhe, të kenë karizëm, dhe këta duhet ballafaqohen me shqiptarët. Lulzim Basha do ikin në Holland? Se di, po mbaroj vend. Unë me Lulzim Basha ta them dhe këtë gjë, që t'jeme e qartë fare në marrëdhënie me të, unë kam pritur në qershor të vitit 2024 që zoti Basha do të merrte një lloj përgjegjësie për atë grupin që mbajti, që është, nuk janë pak, pavarësisht votave që janë 20.000. Të mos harrojmë këtë dy partit kanë bërë kërdin me votat e vogla. Ti jemi të qartë. Sado kam përshtypjen, por këtë gjë është e vështirë të ta vërtetosh, por në marrëdhënien që kanë bërë të dy, në flirtin që kanë, të dy forcat e mëdha kanë qenë të interesuar të zvoglojnë, të shtypin forcat e reja. Kështu që unë dyshoj që nuk është 20.000 as zoti Basha, as Shqipëria bëhet nuk është aq sa është, as Bash nuk është aq sa është, as ai Shehaj nuk është aq sa është. Ju ku votuat zoj? Unë jam deputet e Partisë Demokratike dhe nuk më bëhet kjo pyetje. Sepse unë e kam vokacionin tim shumë të qartë. Jo, për partinë, votuat Partinë Demokratike? Po normal të votoj, unë jam deputet e Partisë Demokratike. Partia Demokratike? Po unë jam deputet e Partisë Demokratike. Vetëm parti po kandidat? Ja të shpjegoj. Unë jam deputete e Partisë Demokratike. Kam ndihmuar forcat e reja, kam qenë bashkë me forcat e reja, kam qenë e bindur që forcat e reja do ta çajnë sistemin që unë e kam parë se sa turpshëm është qepur në parlament. Dhe zaten, ky flirti që bën këta, nuk e di kush është Dorzani, se ka emra flirti ka emra, kush ka qenë ndërmjetës. Ai grupi i negocimit, që ishte një grupi i bashkëpunimit, që ishte ai grupi, ai ishte vetëm fasada. Gjërat janë mbyllur.
të mos harrojmë, zoti Qafoku, në parlamentin shqiptar është kryer një krim. Po e them, do të dalet te zoti Basha, çfarë mendimi kam për zotin Basha. Po këtu te e vërteta, domethënë shumica dhe pakica bazohen tek e vërteta. Që zoti Berisha ka shumicën në Partinë Demokratike, çdo gjë tjetër është gjë e qartë, nuk kemi pse të merremi fare këtë. Problemi është që nga shtatori i vitit 2023 deri në qershorin e vitit 2024 në parlament është bërë krim institucional. Nuk është njohur grupi parlamentar Partisë Demokratike dhe zoti Bardhi, pa qenë pjesë e Partisë Demokratike, pasi iku, ka qenë rreth themelimit, ka vepruar si kryetari i grupit parlamentar. Ky është krim institucional që ka ndodhur. Por ka ndodhur me vetdijen, me dorzanin edhe të zotit Basha. Pse? Do thoni jo. Sepse çfarë ndodhi? Që un kam, këto janë pjesë e dyshimeve të kësaj trajektore që mua ka filluar tani të hyj analizës, pse ndodhi kjo në këtë datë, pse ndodhi kjo, pse ndodhi kjo, se ka ndodhur gjëra të çuditshme. U ndryshua statuti i Partisë Demokratike, i kësaj partie, të cilën zoti Berisha nuk e mori parasysh më, po flas për këtë që ndodhi. Un kam ndenjur te institucioni, se jam njëri institucional. Pra, në momentin që zoti Basha nuk ka vulën më, unë jam deputete, kam qenë deputete e Partisë Demokratike, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Berisha e mori partinë në drejtim, nuk jam dakord me mënyrën se zoti Bardhi e mori drejtimin dhe mënyrën se si janë sjellur ata politikisht, kjo është çështje tjetër, pra refuzoj drejtimet e tyre, por ama jam deputete e Partisë Demokratike dhe kjo kështu do të dalë nga politika. Tani, kandidat kë votuat? Unë jam deputete e Partisë Demokratike, kjo është përgjigjja ime, nuk kam përgjigje tjetër. Ju keni votuar për... Ashtu. Tani, jo, kam diçka që lidhet jo vetëm me zotin Berisha, po edhe me zotin Basha. Tani, ju edhe njëherë e theksoj këtë, nuk e kuptuat zotin Basha që Berisha e vuri dhe pastaj ky zoti Basha pas ka bërë 100 skema? Unë mendoj se njeriu mëson nga gabimet. Dhe kur u kthye në korrik, në gusht, po e them tani, të vitit 2023, më fani, mendova se ky ka mësuar, ka ardhur për mision vërtet, e kam besuar sepse besoj vetë misionet e mia, kështu që s'kam se të dyshoj të tjerët. Por, më vonë, sidomos ai 17 janari i përplasjes me dy kolegët e mi, në komision, ai më bindi që diçka nuk shkonte në këtë histori. Sepse unë doja të shkoja në parlament, të flisja në parlament, thoshte mos shkoni. Si të mos shkoj? E bët Luzin Basha si Kim Filbi o zonjë? Po pra. Amano se s'ka ata e kju Luzin Basha tani? Amandani të Tani që ndodhi, në 17 janar, mas përplasjes, unë mendova që kjo ishte një ndarje e qartë e dy mënyrave të bërit politik. Pra zoti Basha kishte në dorë një akt që në fundit në ndante si psikologji politike. Çfarë ndodhi? Më nxori pas shpinës time, pa dijenin time, më nxori një grup zonjash të nderuara të partisë para kuvendit me pankartat bardha të shkrume që mos i dhononi gratë. Kam pare. Dhe nuk i dija këtë gjë. Unë kam qenë në studio dhe zonja Alishani, kam qenë në studio duke shpjeguar, mi nxori zonja shka, po kjo, thash më fani, nuk e di, kjo është e topshme. Unë aty në komision nuk isha si grua. Unë isha kryetare komisione. Isha kryetare dhe kam ato që kam bërë, ato qëndrim që kam bërë ka qenë qëndrim politik, nuk ka qenë qëndrim gjinor. Aty pastaj e kuptova, fillova, nga ai moment kam filluar të kuptoj që diçka nuk shkon. Edhe fakti që nuk dilte, nuk fliste, nuk bënte. Ku ke komunikuar për të fundit me zotin Basha? Unë me zotin Basha kam komunikuar për të fundit ditën ose 2 ditë më pas vulës, ku kam thënë që unë dua një mbledhje ku ne të nxjerrim përgjegjësinë. Përse ne na kanë lënë ndërkombëtarët? Pse ju nuk ju takojnë ndërkombëtarët? Pavarësisht alibive, jo më ka taku ky, shko bë fotografi para shtëpisë bardhe dhe shite këtu mes shqiptarëve se më ka ftu ky, më ka ftu. Është çështje personale, nuk hyj atyre. Çështjeve përgjegjësinë pse na kanë lënë ndërkombëtarët dhe pse humbën vulën. Pse humbën vulën? Sepse amerikanët nuk shkuan, nuk u interesuan më. Si duket amerikanët dinin gjëra që nuk i dinim ne. Tani e kuptoj çfarë kanë ditur amerikanët.